Ka nisur testimi ndërkombëtar PISA 2025 që do të zhvillohet në 160 shkolla të vendit, ku marrin pjesë 6330 nxënës 15 vjeçar për vlerësimin e njohurive dhe kompetencave të tyre në lexim, lëndët shkencore dhe matematik. Vlerësim që do të zhvillohet online. Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu u shpreh se janë marrë masat që ky testim të pasqyrojë realisht nivelin e përgjithshëm të arsimit në Shqipëri, punën e të gjithë mësuesve, si dhe arritjet dhe kompetencat e fituara nga nxënësit. Ne jemi duke punuar dhe kemi punuar për gjatë një viti të tërë, sepse duam që ky vlerësim dhe testim për ne të jetë një testim realist, të tregojë vërtet ato kontributa dhe vlera të arsimit shqiptar, se në fund ditës ai testim është një testim që pasqyron nivelin e arsimit në Shqipëri, punën e të gjithë mësuesve dhe sigurisht dhe arritjet edhe kompetencat të fituara nga nxënësit të moshës 15 vjeçare. Ministri i Arsimit ka vlerësuar rëndësinë e këtij testimi, ndërsa tha se përgatitjet për të janë kryer për nxënësit, mësuesit dhe infrastrukturën e duhur. Unë jam e bindur që angazhimi më i madh i nxënësve, angazhimi më i madh i mësuesve do na bëjë ne që të kemi rezultate të mira në testimin e radhës. Ky është muaji që ne fillojmë testimin dhe tashmë jemi përgatitur qoftë me mësuesit, qoftë me gjithë infrastrukturën e duhur, sepse testimi është online për të 3 degët. Qëllimi i testit PISA është të vlerësojë se sa mirë janë të përgatitur nxënësit 15 vjeçar, zakonisht në klasën e 9 ose të 10, në kontekstin për të përballuar sfidat reale të jetës. Testimi do të zhvillohet sipas një kalendari në 2 javët në vijim në shkollat në të gjithë vendin.